Çfarë do Blendi Fevziu në fshatin Vuno? Duke thënë, shiko sa fshati i bukur, me rrugë kaq të ngushta. Ky njeri i provokon shqiptarët. Emri i fshatit Vuno është shumë i vonë. Do të thot Kodër në greqisht. Por nuk është emri i lashtë Helen, sepse nuk gjendet në asnjë nga dokumentat e Bizantit. Nuk ekziston Vuno. Kjo fjalë vjen nga greqishtja e vjetër Bonos dhe në shekullin e 10 të erës sonë bëje bët vë në greqisht. Bonos bët Vuno. Është emër grek që është vënë nga forcat e Vorja e Pirit kur pushtuan Shqipërinë në vitin 1913 dhe dogjën jugun e Shqipërisë. E përsëris. Emri i fshatit Vuno, po ashtu emri i lumit, Potamos, janë emrat e legjendës së hartës së Vorja e Pirit. Nuk janë emra të vërtetë. Pra në legjendën e hartës, aty ku thuhet malet, Vunoj, Lument, Potamoj, janë marrë këto emra të përgjithshëm dhe janë bërë emra të përvetshëm, sepse s'kishin zgjidhje tjetër aty për aty pushtuesit grek. Dhe banorët e Vunojt janë pikërisht ata pushtues grek që dogjën fshatrat shqiptare. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor me Blendi Fevziun.